Rreshjet e rëna me intensitet gjatë ditëve të fundit ka bërë që niveli i Vjosës të shkojë në 6.8 metra mbi nivelin e detit dhe përpasoj Vjosa ka dalë nga shtrati duke përmbytur pjesën e pazarit apo tregun e Gjës së Gjallë. Ndërkohë që autoritetet përgjegjëse prefektura dhe bashkia kanë bërë njoftime tek familjet të cilët janë më së pari të prekura nga dalja e Vjosës nga shtrati dhe përpasoj situata është duke mbajtur në monitorim, duke qenë se rreshtit vijojnë në zonën e Selenicës dhe Shushica vijon të ketë ende prurje, çka reflektohet pikërisht në shtratin e lumit të Vjosës pranë urës së Mifolit. Rreshjet intensive rrisin nivelin e Vjosës në 6.8 metra, autoritetet në gatishmëri banorët pranë shtratit të lumit në vëzhgim. Rreshjet dendura të ditëve të fundit kanë shkaktuar rritje të ndjeshme të nivelit të lumit Vjosë, i cili sipas matjeve të fundit ka arritur në 6.8 metra mbi nivelin e detit. Kjo rritje e konsiderueshme, shoqëruar me prurje të mëdha nga degët e tij, ka bërë që lumi të dalë nga shtrati në disa zona të ulta, përfshirë një pjesë të pazarit të Gjës së Gjallë pranë urës së Mifolit. Sipas njoftimeve zyrtare nga emergjenca civile, prefektura dhe bashkia, situata po monitorohet në mënyrë të vijshme, ndërsa ekipet janë të angazhuara në terren për vlerësimin e situatës. Autoritetet u kanë bërë ndërkohë thirrje gjithë banorëve që kanë banesa dhe bizneset pranë shtratit të lumit Vjosë të qëndrojnë të vëmendshëm dhe të ndjekin me përpikmëri udhëzimet e dhëna nga strukturat e emergjencave. Deri tani nuk raportohet për dëme materiale, por rreziku mbetet i pranishëm për shkak të vijimit të rreshjeve dhe mundësisë së rritjes së mëtejshme të nivelit të ujit në lumin Vjosë. Nga stafi i emergjencave konfirmohet se prurjet më të mëdha vijnë kryesisht nga lumi Shushic, i cili është ndikuar drejt për së drejti nga rreshjet e pandërprera në zonën e Selenicës gjatë ditëve të fundit.